qenë një ndeshje shumë e vështirë, duke pas parasysh se kemi pas kundërshtar shumë të fortë si Ballkani, e kemi ditë se do të jetë ndeshje e vështirë, por edhe duke pa terrenin, cili ka qenë gjatë gjithë javës, ka qenë me shi, ka qenë rënduar, po ashtu e keni pa gjatë ndeshjes ka qenë shumë lloj me shi, ndërsa ndeshja ka qenë shumë e përgatitur mjaft mirë nga prova. Lojtarët kanë marrë maksimumin, gjithashtu jam shumë i gëzuar për golin që kanë ndihmuar ekipit, edhe falenderoj lojtarët, kryesin edhe tifuzat shkojnë të zeza për këtë surë të nëseshme. Po që ka ndrua dhe kryesia, presidenti, kemi filluar shumë vonë, edhe shumica e ekipës që kemi qenë në sezonin e kaluar në ligën e parë, shumica kanë larguar, dikun vetëm 3 kemi qenë prej sezonit të kaluar, edhe shumë vështirë me komponu, por duke po formën që po ecëm në ndeshjet e fundit, mendoj që jemi shumë mirë duke ecë edhe vazhdojmë kështu të luajmë, pse jo. Edhe të shkojmë top 4, top 3, pse jo. Mos shumë të falenderoj bashkëlojtarët, të cilët e ndihmojnë një tjetrin gjatë këtyre ndeshjeve, edhe gjithashtu të shkojnë të zeza.